lokale dhe ato qeveritare. E posaçërisht kryetari i Komunës së Prizrenit, ju qytetarë të nderuar që çdo vit me prezencën tuaj arrini që këtë ngjarje ta madhështoni çdo vit dhe ta kujtojmë së bashku. Sot jemi ne për vjetorin e 24-t nga rënja heroike e këtyre djemve dhe vajzave tona, që dani jetën për liri, duke pas parasysh misionin e organizatave të dalë nga ushtria qendrore e Kosovës dhe qëllimin e tyre. Ne sot jemi të vuar që t'i përkujtojmë të gjitha ata djem, vajza, vëllezër, baballar, shokë dhe shoqe që morën pjesë në këtë operacion të organizuar. Sot, gjithashtu është një datë madhështore. Kryetari i organizatës së luftës të ushtrisë qendrore të Kosovës hase përmendi. Dhe kjo datë është, mund nga kjo datë, forcat serbe u detyruan që ta pranojnë realitetin, ta pranojnë ushtrinë qeveritare të Kosovës, të cilën nuk e njihin absolut, deri në atë kohë po e quajshin grupe terroriste, si një forcë ekzistuese dhe një forcë që luftonte për të drejtat dhe liritë e vendit. E kjo është, juve ju kujtohet të gjithëve dhe neve, kur u bë ndrimi i robëve të luftës. Sot të gjithë dëshmorët janë të nderuar me prezencën tuaj, por besoj se edhe unë dhe gjithë ju keni ardhur sot në ndërim të atyre që janë deri dhe krenaria dhe lavdia e kombit. Njëkohësisht, jo çdo gjenerat ju ka ra bara që të zhvilloj luftë, e që unë e quaj privilegj, që si gjenerat t'i dalim sot atë e mbi të gjitha t'ja sjellin lirinë vendit dhe popullit tonë. Andaj të nderuar, sot si asnjëherë tjetër, përkujtojmë dhe nderojmë me respektin më të madh dhe mirënjohjen më të thellë të gjithë atyre, ata që me punën, veprimtarinë, sakrificën e tyre kanë kontribuar paletshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Të nderuar, ne e dimë dhe historianët e dinë më së miri se në të gjitha periudhat kohore, në veçanti në momentet më kritike, popullin tonë e kanë karakterizuar personalitete të mëdha të pendës, por gjithashtu edhe të pushkës, që kanë rezistuar përballë armiqve dhe kanë mbajtur gjallë idealin e lirisë. Që me një fjalë, gjithmonë në çdo gjenerat ka pas kushtit të Zot të Dhënë. Andaj të nderuar, mbetet tek historia, të historianët që ajo të filloj dhe ta kryej punën e vet, për arsye se ata të pushkës e kanë kryer punën e vet. Dhe puna tjetër mbetet tek historianët që ta vendosin ato se ata çka kanë vepruar dhe si kanë vepruar. Të nderuar, lavdi dhe respekt për të gjithë ata që dhanë jetën për liri, që ne e gëzojmë sot, si dhe respekt për të gjithë ata invalid dhe bashkëqytetarë, që nuk u ndalen asnjëherë, por gjithashtu respekt edhe për ata se as i luftë nuk bëhet me bark të zbrazur. Dhe fjalën e kam ata që kontribuan në mbarvajtjen e kësaj lufte të cilën u zhvillu dhe ne sot e gëzojmë bashku. Edhe herë lavdi dëshmorëve të kombit, respekt për luftëtarët. Faleminderit.